meriton. Demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinjt që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë. Të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që e mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar, e bashkuar dhe fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira, kërkon një drejtim të ri. Dhe për këtë unë prezantova një program me 10 pika. 10 pika për një kontratë të re për Shqipërinë. Rikthimi i besimit, fuqizimi të djathës dhe fitoria e Shqipërisë. 1. Kufizimi i mandatit kryetarit Partisë Demokratike. Partia Demokratike duhet garantojë identitetin e saj si parti masash dhe kryetari i Partisë Demokratike ka përgjegjësinë kryesore për rezultatin zgjedhor të Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike është kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike. Në çdo rast, kur ai vendos ta delegojë këtë përgjegjësi, ai duhet marrë vendimarrjen në organit më të lartë të Partisë Demokratike. Kryetari i partisë zgjidhet me parimin një antar një vot një herë në 4 vjet, duke pasur garë me cilin do që do të kandidojë për Partinë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike nuk mund të kandidojë më shumë se 2 mandate. Dhe nëse kryetari i Partisë Demokratike ju mbet zgjedhjet, duke qenë në detyrën e kryeministrit, ati mbaron mandati me njerë pa pasur të drejtë rikandidimi. Kjo normë është e detyrueshme edhe nëse kryetari nuk e ka ushtruar mandatin e dytë. 2. Hapja e partisë, përfaqësimi dhe listat e kandidatëve për deputet. Kriza e besimit ndaj politikës dhe në rastin ton ndaj Partisë Demokratike lidhet drejt për drejt me mungesën e transparencës dhe vendimarrjes, me mungesën e përfaqësimit dhe mungesën e shanseve të barabarta. Partia Demokratike duhet të shndërrohet në një organizatë politike moderne, ku vendimarrja nuk është e centralizuar, por e shpërndarë dhe konsultuar sipas përgjegjësive drejtuesve dhe antarëve të saj. Partia Demokratike duhet bëhet magnet për ekspertët dhe profesionistët, duke ndërtuar një elit politike që jo vetëm fiton zgjedhje, por bind se mund të qeverisë me kompetencë. Hapja nuk është vetëm proces formal, por është një kulturë politike, përfshirje reale, debat i brendshëm dhe respekt për mendimin ndryshe. Partia Demokratike duhet ruaj strukturën e vendimarrjes përmes antarësisë. Duhet të kemi lista të hapura 100% që deputetët të zgjidhen nga votuesi dhe jo nga kryetarët e partisë. Mënyra e përzgjedhjes kandidatëve, 20% e listës shumë emërore duhet të jetë kuotë ekskluzive e kryetarit për të përfshirë në parti intelektual, shoqëri civile, profesionist, njerëz me reputacion në zonën zgjedhore dhe 80% tjetër e listës shumë emërore duhet të jetë e propozuar dhe merituar nga antarësia me një kuotë përfaqësimi 40% femra, 30% rinj në 35 vjeç dhe 10% kandidat nga diaspora. Partia Demokratike së treti duhet të ndryshojë përfaqësimin ideologjik si boshti i programit elektoral, duhet kthehet tek vlerat dhe morali së djathës si nevojë historike për Shqipërinë tonë. Identiteti politik i PD-s duhet të jetë i qartë dhe i qëndrueshëm. Kjo nënkupton rikthimin te vlerat e së djathës tradicionale, te mbrojtja e pronës private, roli kufizuar i shtetit, respekti për traditën dhe familjen. E djatha si ideologji përfaqëson besimin tek liria individuale dhe përgjegjësia. Ajo ndërtohet mbi bindjen se zhvillimi i qëndrueshëm vjen nga iniciativa private, nga puna e ndershme dhe konkurrenca e lirë. Partia Demokratike duhet të jetë zëri që përfaqëson nevojën për një rol të kufizuar, por efektiv të shtetit në jetën e qytetarëve. Mbi të gjitha, Partia Demokratike duhet të artikulojë qartë edhe pastër se zgjedhjet e mëdha për Shqipërinë kalojnë përmes mbështetjes për familjen, garantimi i strehimit nga shteti për çiftet e reja, mbështetja e lindshmërisë, statusi i veçantë për nënën me garanci të forta financiare janë plotësisht të pajtueshme me moralin e së djathës dhe plotësisht të realizueshme për buxhetin e shtetit. Forumi Gruas dhe FRPD duhet kthehej në shtyllat të suksesit elektoral të Partisë Demokratike. Ato deri sot janë kthyer si mbështetje periferike,
si fasad për takime dhe asnjëherë si aktor vendimarrës. Së pesti, fuqizimi degëve të Partisë Demokratike dhe decentralizimi i buxhetit të Partisë Demokratike. Buxheti i Partisë Demokratike duhet t'ju jepet degëve të Partisë Demokratike dhe jo sharzve profesionistë, të cilët krijojnë profile në rrjetet sociale. Duhet pa diskutim që t'jeti pajtueshëm dhe të ketë të drejtë të zgjidhet kryetari i degës, edhe deputet, edhe kandidat për kryetar bashkie. Modernizimi dhe struktura e komunikimit politik të Partisë Demokratike duhet të ndryshe. Nuk mundet dot Edi Rama duke pasur të njëjtën gjuhë prej 36 vitesh. O Edi Rama o legen, o Edi Rama o vrasës, o Edi Rama o kriminal. Dakord, por ne duhet të themi çfarë do bëjmë ne. Nga parti e protestës, ne duhet të themi në parti e alternativës qeverise, që të bindim gjithë qytetarët shqiptarë, sepse ne nuk komunikojmë vetëm për të reaguar ndaj kundërshtarit, po për ta udhëhequr debatin publik dhe për të vendosur agjendën politike të vendit. Ne duhet të kemi, siç e thash edhe më parë, bashkimin me të gjithë të ndryshmit, jo vetëm me të ngjashmit. Duhet të japim rol bashkimit të opozitës edhe partive tjera, që kanë dalë nga Partia Demokratike, apo partive që janë në opozit me regjimin e Edi Ramës. Ne, të nderuar miq, duhet të japim edhe kur na pëlqen, edhe kur nuk na pëlqen, mbështetje ndaj strukturës së posaçme antikorrupsion. Dhe po ashtu, PD duhet të jetë protagoniste e integrimit evropian dhe jo sharse e ambasadorëve të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike duhet të jetë në partneritet plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Madhe, dhe jo në konflikt të hapur për interesa personale të një individi të vetëm. Sepse, të dashur demokrat, ne duhet dim të respektojmë të shkuarën, por edhe të ndërtojmë të ardhmen për cilin do, prej prindërve tanë apo prej fëmijëve tanë. Kontributet historike nuk vijnë në diskutim, por politika nuk jeton dot me të shkuarën. Politika fiton me të ardhmen. Dhe sot Partia Demokratike ka nevojë për një fazë të re. Ka nevojë për energji të re, ka nevojë për besim të ri. Sepse vizioni ynë është i qartë. Një Shqipëri që funksionon, një shtet që garanton drejtësi, një ekonomi që krijon mundësi, një shoqëri që vendos familjen në qendër dhe integrimi evropian jo si slogan, po si transformim real dhe reformim i gjithë ngrejinës shtetërore. Dhe Partia Demokratike me një brez të ri është partia që e realizon këtë transformim. Të dashur qytetarë të Dibrës, në përfundim të këtij takimi dua të mbetet e qartë një gjë. Shqipëria dhe shqiptarët nuk janë të detyruar dhe të dënuar pafundësisht që të jetojnë në tranzicionin e pafund. Ajo ka potencialin, ka energjit përpara, ka kuraj dhe pa diskutim kërkon ndryshim. Por asgjë nuk ndryshon vetvetiu. Historia nuk e fal pasivitetin. Historia nuk i fal konformistët. Historia i dënon servilët. Historia shpërplen ata që guxojnë të hapin rrugë të reja, që zgjedhin të përballen me realitetin dhe jo të justifikojnë realitetin për interesa personale. Dhe sot më shumë se kur, Shqipëria ka nevojë për këtë guxim dhe ju po tregoni guximtar. Unë besoj dhe jam i bindur që politika mund të jetë ndryshe nga politika e bërë në 36 vite. Se institucionet mund të funksionojnë ndryshe, se opozita mund të jetë më e fortë, më e hapur dhe më e besueshme. Dhe mbi të gjitha se vendi ynë mund të ecë me dinjitet drejt Evropës si një shtet normal, i drejtë dhe i zhvilluar. Dhe unë jam i bindur se ky ndryshim nuk është vetëm i domosdoshëm, është i mundur. Dhe ai fillon, siç e thash edhe më lart, nga Partia Demokratike e Shqipërisë.